الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على المرسلين وعلى حبيبنا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Falënderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka, dhe veçanërisht për ndërimin më të madh dhe begatinë e përjetshme udhëzimin tonë islam. Paqja dhe bekimi të madh të Zotit qoftë mbi krejt profetët, vullën e tyre Muhamedit alayhis salatu wassalam, familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnik. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të gjithë ata që ndoqën dhe e ndjekin udhën e tij të përsosur, e të mirosur, e të bekuar deri në ditën e fundit, ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën e madhe për nga rëndësia që ja vlen me thonë e domosdoshme për umetin, sidomos në kohën të sotme, sunnetullah, tradita e Allahut, sjellja e Allahut me njerëzit, në varësi të bindjes dhe mosbindjes tyre, ose ndryshe ligjet e Zotit për sa i përket lidhjes shkak pasojë. Sot do vazhdojmë një temë të re që ka të bëjë me sjelljen e Allahut në lidhje me zullumin dhe zullumqtarët, ose padrejtësinë dhe të padrejtët. Është si degëzim i asaj që tham ligjet e Zotit për sa i përket hakut, të vërtetës dhe të pavërtetës, fjala hak i përfshin të gjitha. Kjo është më e detajuar për sa i përket fjalës të kundërtës fjalës hak, që do të thonë e merituar dhe e pa merituar. Fjala zullum, që është në origjinë në arabisht, që do të thonë dhulm, është në arabisht, është shqipëruar në shqip me fjalën zullum. Origjinali është dhulm. Dhulm do të thotë fjalë për fjalë padrejtësi. Çfarë do të thotë kuptimi i parë i fjalës dhulm, padrejtësi, që është term kuranor, prandaj edhe po e citoj në arabisht, aq më tepër që ka hyrë në shqip, e quhet fjalë shqipës normalisht, dhe s'ka asnjë gjë për të habit. Do të thotë nga ana gjuhësore të vendosësh diçka jo në vendin e vet. Do ta sqarojmë këtë fjalë. Pra padrejtësi do të thotë vendosësh diçka jo në vendin e vet. Ose të vendosësh diçka jo në vendin e vet, që s'është i vetëquar për të, me krejt kuptimet e fjalës, duke e cungu, ose duke e shtu padrejtësisht, ose duke mos me vënë vendin e vet, jo me kuptimin kohor, pra jo në kohën e vet, ose në vendosjen e vet. Gjitha këto i ka kuptimi i fjalës dhulm, pra padrejtësi. Ose në kuptimin terminologjik, si mas fesë tonë, fjala padrejtësi do të thotë vendosësh diçka jo në vendin e vet, shariatikisht, pra që me rregullat e shariatit, ligjit hyjnor, nuk quhet i vendos pra në vendin e vet. Ka afërsisht njëjtin kuptim me atë që është gjuhësor. Kemi thonë që Allahu përmendjet vet është i vetmi që është tek, çdo gjë është çift. Gjërat njihen me të kundërtat e veta, që të plotësohet kuptimi ose njohja e fjalës padrejtësi, do të njohim edhe fjalën drejtësi, që është e kundërta e vet. Çfarë do thotë drejtësi? Ka disa përkufizime. Drejtësi do të thotë, duke e marrë parasysh të kundërtën e vet, padrejtësinë, vendosësh gjithçka në vendin e vet, në përshtatje me kohën, në kohën e duhur, në vendosjen e duhur, pa e cungu dhe pa i shtu. Ama kuptimi i drejtë për drejtë i fjalës drejtësi do të thotë, pra nga ana gjuhësore, është barazia e vlerës. Pra të japësh gjithçkaje vlerën që i takon. Vlerën që i takon. Ose të japësh në kuptimin shariatik, të japësh gjithçkaje në vendin që i takon, sipas rregullave të shariatit.
ose me fjalë tjera t'ja për çdo gjoje ose çdo personi hakun e vet, pra atë që e meriton. Për sa i përket nivelit, pra meritos, pozicionimit, gjykimit dhe pagimit ose shpagimit. Kjo është besoj e qartë dhe e mjaftueshme për sa i përket njohjes këtyre dy termeve, pa drejtësi dhe pa drejtësi. Pa drejtësia është kategorikisht haram e ndaluar nga Imam Zot. Kategorikisht do të thonë e formës preme pa asnjë lloj përjashtimi. Nuk ka rast në ligjin hyjnor, rregullin hyjnor që thosh që lejohet këtu apo aty të bëhet pa drejtësi. Absolutisht jo. Kurani për mallnit vet jep urdhër të formës preme për ndalimin e padrejtësisë në mënyrë drejt për drejt, në disa raste dhe në shumë raste jep urdhër të formës preme, pra e bën ndales të formës preme padrejtësinë duke përmend shprehje të ndryshme ose duke përmend kundërtën e vet që është urdhri për drejtësi. Për shembull, Allahu thot në Kur'an: "Inna Allaha ya'muru bil 'adl." Allahu urdhëron për drejtësi. Ky është urdhër gjithëpërfshirës, pa asnjë lloj përjashtimi. Me gjithë dhe i përfshin gjithë kuptimet që ka të bëjnë me drejtësinë. Që ta bëjmë më të qartë. Jemi të urdhënuar me qenë të drejtë me atë që është musliman dhe jo musliman. Jemi të urdhënuar me qenë të drejtë me atë që është vetë i drejtë, personi i drejtë, dhe me atë që ka bëu padrejtësi. Padrejtësinë e vetë ka për ta la me robin o me Zotin, Allahu e din. Amo në lidhje me i person që i themi që është negativ ose është person i keq, nëse do na jepet rasti me gjyku ose me marr masa, duhet jemi të drejtë. Edhe nëse personi është negativ, ose i njihet ose është vërtetuar që është negativ i keq. Pra urdhri për të marrë drejtësi në Kur'an është gjithëpërfshirës, se s'ka asnjë lloj përjashtimi. Pra nuk i lejohet asnjë muslimani që t'i bëjë keq padrejtësisht asnjë personi sido që tjetë. Allahu përmendit vet në mënyrë të veçantë këtë dilemë që mund ta ketë dikush, këtë hamendësi që mund ta kesh dikush. Për shembull, kemi një gjuhë, që sa mirë me e thonë se shembull i keq, prish edhe shihen e fesë, prish edhe, do të fillon ta bën të keqen, ta bën normale o shumë e rrezikshme. Po kemi kohën e funit ashtu lloj pseudo hoxhallarësh që mi boj qefin trafikantëve të drogës, thonë që lejohet me shit drogë pa feve, sepse e meritojnë. Kjo Mëhoj dashakësia tillë është katërcipërisht haram në Islam, nuk lejohet në mënyrë absolute. Edhe fatvat lloji tillë ka shumë, gjykimet lloji tillë ka shumë. Çfarë thot Allahu për mallnit vet në Kur'an? Ja ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist. O ju cilët keni besuar, pra i thirr besimtarëve në emër të besimit. Ju që ke thonë bes Allahut. Të jeni në kam, pra të qëndroni për Allahun, për hir të Zotit, për fenë e Zotit, dëshmues në të drejtën. Pra, të jeni dëshmues për të drejtën. Pra të marrni drejtësi. Atë që mund t'i vinë merr një personit gabimisht, e më njanon në vazhdim ajeti Kurani. Waja la yajrimannakum shana'anu qaumin alla ta'dilu. Edhe mos ju bëj juve urrëtia që keni për një popull, këtu flitet për urrëtie, për padrejtësinë më të madhe që mund të keni i popull, mohimin e Zotit. Mos ju bëj juve urrëtia që keni për një popull, të mos marrni padrejtësi, të mos marrni pra drejtësi. Pra pse urrej unë t'i kë, dhe me drejt mund t'a urrej.
Kjo nuk më lejon mu, me këtë ajet Kurani që është i qartë, pra orrejti që keni për i popull, mos t'i boj që t'jeni të padrejt me ato. Dhe e përsërit prap, wa adilu, dhe tregohuni drejt, mani drejtësi, hua aqrabu lit-taqwa, kjo është më e afërta në përkushtim, pra, në përkushtim për në rrugë Zotit. Kjo ju ofron më shumë, me qenë, tamam siç duhet, në rrugë Zotit. Allahu përmendit vetë, me këto dy ajete Kurani, përjashton çdo lloj hamendësie që mund ta bëjë njeriu të justifikojë veten, që justifikimi është nga armiqt më të fshehtë dhe më të rrezikshëm që flenë brenda robit. Justifikuar metat e veta ose gjykimet e veta ose veprimet e veta. Por përjashton çdo lloj tolerimi për të qenë i padrejtë. Allahu përmendit vetë një hadith kutsi, pra thënë hyn në orë të shenjtë, po që s'është në Kur'an, kështu emërtohet, thotë ja ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, o robërit e mi, unë ja kam ndaluar vetës time pa drejtësinë. Allahu çfarë thotë? Allahu ka mundësi me bëj gjithçka dhe bën po të doj gjithçka. Çfarë thotë Imam Zot? Po nga cilësia e Allahut është al-adl. Al-adl fjalë për fjalë më thon drejtësia, pra i drejti. Se tush drejtësia vetë është Allahu. Unë ja kam ndalu vetës time pa drejtësinë. Wa ja'altuhu bainakum haraman. Dhe kam bërë atë mes jush haram, pra të ndaluar pa drejtësinë. Fala tadhalamu. Prandaj mos i bani pa drejtësi njëri tjetrit. Kjo është i qartë. Kemi një çështje, ka shumë çështje në lidhje me këtë, do t'i marrim një nga një inshallah. Janë shumë gjëra për të sqaruar, aq më tepër në një kohë që padrejtësia jo vetëm që është sheshit, është shumë e përhapme, fillon nga pushtetarët deri ke njeriu që nuk ka në dorë asnjë gjë në duke, por ama menon keq, pra menon padrejtësisht dhe gjykon padrejtësisht. Një nga këto çështje është që pendimi i të padrejtit, i zullumqarit, aja shman aja largon këtij ndëshkimin për padrejtësinë e vet në botën tjetër. Pra një person ka bërë një ose shumë padrejtësi. Atëherë ky para se të ndodhë jetë, ky person penohet ke Imam Zot, i kërkon falje Allahut. Tash ky reagimi i këtij personi, kjo tobe, dhe flasim për tobe, për pendim të sinqert, sepse pendimi i përzimeve e hipokrizisë quhet pendim. Ky pendim e shpëton nga këtë person nga dënimi i botës tjetër. Atëherë përgjigja, në qoftë se padrejtësia është përkundrejt Allahut, ka po padrejtësi Zotit, Allahu përmendit vetë fal shumë. Para se të ndodhë jetë, ka bo padrejtësi, është penu, ka kërku falje Allahut, sinqerisht, e ka vendos që mos më kthy padrejtësisë, flas për hakun e Zotit. Bota tjetër, Allahu fal shumë, nuk ka ndëshkim. Kjo është e thjeshtë, si çështja është e thjeshtë. Çështja më e vështirë është kur njeriu i bën padrejtësi robit, kur i hyn hak njeriu. Kjo është më e vështira. Sepse kur i hyn hak njeriu, atëherë çdo njeriu Allahu i ka dhënë të drejtën të kërkojë hakmarrje për Zotit. Dhe nëse i ka hyn hak njeriu, mund penohet sinqerisht. Duhet patjetër kusht që mos ketë ndëshkim botën tjetër, mos ketë ndëshkim për Zotit, është që t'i kërkoj havallik, pra t'i kërkoj t'ia fali. Dhe nëse është çështje materiale, t'ia kthej atë çështje. Atë pjesë, domethënë, që të cilën ja ka marrë padrejtësisht.
Dhe patjetër që për kësaj duhet që t'i kërkoj falje dhe t'ja kthej hakun e vet tjetrit. Se përndryshe do ta shpaguj se s'bën, sepse Allahu ka marrë përsipër një ndëshkim të tillë. Dhe çfarë duhet tjetër? Që i penduari duhet shtoj sa më shumë punë të mira. Pse punë të mira? Do ta shpjegojmë edhe më poshtë ose e shpjegojmë që dëshirë. Profeti alayhis salam një rast ka thonë, e dini kush është i falimentumi? I falimentumi, i thonë sahabët, është ai që si ngelet as dirhem as dinar as gjë. Ose me fjalë të tjera, në kohën tonë, në tregti, i falimentumi është ai që ka shpenzimet më shumë se fitimi. Falimenton. Jo, i thot profeti alayhis salam nuk e kanë fjalën për këtë. Për çështje dynjoje, për çështje fitimi, tregtie, biznesi, këtu në këtë botë. I falimentuar është ai që ditën e Kiametit do të takojë Allahun me namaz, me agjërim, me sadaka, me zekat, me punë mira plot. Pastaj do ngrihet gjykimi lidhet me padrejtësitë që ka bën njerëzve. Po ka shafi lonin, i ka hyrë hak tjetrit, ka ofenduar kët, ka prek në sedër njëri, i ka marrë fytyrën tjetër, i ka përdhos nderin e dikujt. Gjitha persona do kërkojnë hakun e vet. Atëherë nga punë të mira, nga sevapet e personit do i merren do i jepin këtyre. Dhe nëse nuk i mjaftojnë sevapet, punët e mira, do i merren nga gjunahet e këtyre personave të cënuar në këtë botë dhe do i ngarkohen personat që i ka hyrë hak. Pra haku i robit është shumë më i vështirë se haku i Zotit. Do thotë dikush, ai që vdes jo besimtar, do të jetë ndalim përjetshëm. Po flasim për musliman. Për një musliman që i kanë hyrë hak dikujt. Kalimi i çështje tjetër. Ndëshkimi i zullumqarit për i të padrejtit në këtë botë. Ka i shprehje që gabimisht u ka përhap shumë këna. Të gjitha këtu lahen. Domthonë kjo është ignorancë fetare. Nëse personi thotë të gjitha këtu lahen, është gabimi i madh, është ignorancë fetare, sepse nuk lahen gjitha në këtë botë. Një person që i ka bërë, për shembull, padrejtësi 2 milion njerëz ose 3 milion njerëz, atij ti duhen 2 milion ose 3 milion jetë që t'i lajë këtë botë. Ka siklete, ka vujtje që dikush padrejtësisht i shkakton tjetrit, që nuk mund t'i lajë këtë botë. Për shembull, një pushtetar zullumqar, pavarësisht se mund të ketë tolerimet e veta, nga i modhi i Zotit, i shpjegojmë shkaqet, mund të ketë botë dom miliona njerëz, si laka i në këtë botë. Ai ditë mund të ketë ngel nga jeta vet 5 vjet ose 20 vjet, thuaj 100 vjet, thuaj 1000 vjet. Janë miliona që i ka torturuar, i ka masakruar, i ka bërë padrejtësi të mëdha. Mo shprehja që ne dëgjojmë që gjitha këtu lahen, s'ka ku të shkojë, jo, shumë gabim. I pjesë lahen, po flas për haqet e robit ndaj robit, se haku më i madh është me mohu Zot. Çfarë do të mënyrë me qenë mohim? Atëherë ta sqarojmë këtë pikë. E sqaron kush e sqaron? Këtë në çështje botës tjetër, këtë në çështje që vetëm me shpallje sqarohen. Nuk sqarohen me laborator kimik apo fizike. Thot profeti alayhis salatu wassalam, nuk ka mëkat, gjunah, që ndëshkimi i cilit të meritohet më shumë për t'u lënë këtë dynjë, përveç asaj që ka përgatitur Allahu në botën tjetër. Përveç asaj që ka përgatitur Allahu në botën tjetër, që ka depozituar në botën tjetër si ndëshkim, sesa për t'u lënë këtë dynjë, sesa padrejtësia, këtu përmendet i fjalë el-baghi. Baghi fjalë për fjalë me kalu të saqet, me kalu kufit. Po përkthejmë, përshtasim padrejtësi që ta sqarojmë më poshtë. Padrejtësia dhe keq trajtimi i prindërve. Në rregull. Atëherë fjala që të gjitha këtu lahen është ignorancë fetare. Nuk është e vërtetë.
Pra, nga gjonët që ja vlen më tepër, pra, ja vlen, dhe Allahu vlerat, pse ja vlen? Si ndëshkim këtë dynjo, jo se s'ka tjera, ka dhe tjera, po kryesorët janë këto, ose për mlidhen këto. Por të shpaguar nga dynjo janë kalimit caqeve, shkelja kufive, ose pa drejtësia dhe keq trajtimi i prindërve. U lagën dynjo. Përveç asajt që edhe herë ka depozitua Allahun po dhe në tjetër, Zotin e rrit. Fjala pa drejtësi me këtë fjalë që ka përmend profeti alayhi salatu wassalam është ai që njohim përgjithësi pa drejtësi, është me kundërshtuar dhe me shkaktuar trazira kundër një prisi të drejtë, siç ka ndodhur që në fillimet e Islamit me prisin e besimtarëve, me Uthmanin, me Hazreti Aliun, me Imam Husejnin, edhe pak më vonë që hyke prisit e drejtë, Omar ibn Abdul Aziz, që e helmun po kushrit e vetë, se doshin me i morën pushtetin. Dhe ashu e pësun, dhe ashu e masakrun. I shoj Allahu njerëz tjerë shumë atë e kërsa ato. Në këtë dynjo. Dhe mendimallësia, se nga patërcit më bëjë është mendimallësia. Mendimallësia është që do më thonë, e kam pyet pejgamberin alayhi salatu sallam, me refuzu hakun, drejtën, vërtetën dhe me përbuz me poshtru tjetrin. Kjo me mendimallësia, me Zotin edhe me robin. Atëherë nga gjonat që u shpaguan këtë botë, më shumti, ka dhe tjera. O më shumti, përveç edhe i herë, mos ta harrojmë, përveç asaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu sallam, që ka depozitua Allahun botën tjetër si shpagim, janë padrejtësia dhe keq trajtimi i prindërve. Allahu na ruaj nga çdo lloj padrejtësie dhe çdo lloj keqe ulet aq më tepër me prindërit. Ka dhe gjë tjetër. Kur njeriu i bëhet padrejtësi në këtë botë, kur dikush i bën padrejtësi në këtë botë, janë trallë ato njerëz që falin. Janë trallë shumë ato njerëz që thonë, o Zot drejtoje filonin. Pavarësisht se kjo është gjëja më e mirë. Po, nuk i ba zemra, nuk duron dot më. Mund ta ketë poshtru, mund ta ketë dënuar, ka hyrë në hak, i ka vështirësuar jetesën, e ka bo fukara, ka padrejtësi nga më të ndryshme. Kur çoi profeti alayhi salatu wassalam Muadh ibn Jabelin në Yemen për t'i ftuar Yemenit në Islam, e shoqëroi deri në periferinë e Medinës. Ai hi për kaluar profeti alayhi salatu wassalam kome, me tregu kretë i metit, çfarë vlerë ka mësuesi fesë, çfarë vlerë ka në rastin konkret mësuesi fesë ai që fton njerëzit në Islam. Dhe mos i jep çka këshillat kryesore që s'kemi kohë të trajtojmë tash. I thot në qovë se ato të bindën ty dhe dëshmojnë që s'ka Zot tjetër veç Allahut dhe që unë jam i dërguar i Tij, thuaj aty në që Allahu, në themi duhet ose ka dobi të moja shëndetësore namazit. Jo, Allahu ka urdhëruar që të falni 5 vakte në ditë. Dhe nëse ato të bëhen me përshkallëzim, dhe nëse ato do të bindën ty me fal 5 vakte në ditë, thuaj që Allahu ka urdhëruar pasanikët që të prisat e pasunisëve të zakatin të japin fukareve. Pra nëse ti masi ato ty në Islam, ti do të jesh udhëheqësi aty, do të kesh forcën e pushtetit dhe do organizosh mbledhjen e zakatit. I thot në lidhje me zakatit, kujdes, mos ta teprosh, mos të hysh në hak pasanikëve, të kërkosh më shumë se ç'duhet, sepse i thot, dhe ki frikë lutjen e të cënuarit, pra lutjen e atij që ju ka bo padrejtësi se dije që nuk ka barrier, nuk ka perde që e për mes lutjes së të dëmtuarit, të cënuarit, dhe Allahut. Pra, nëse ti i merr dikujt padrejtësisht më tepër nga pasunia se çka detyrim, si zakat, ai mund të revoltohet, mund t'ja kërkojë Allahut, mund t'i lutet Allahut që të mori hak, dhe dije që se pengon pastaj,
se pengon asgjë, as lutjen e atit që shkoj ke Allahu, që o Zot filonin ka bo padrejtësi, më ka marrë më tepër se që kam detyrim, dhe nuk e pengon pa fije e dyshimit Allahun që të mori hak ta ndërshkoj këtë person. Pra profeti alayhi salatu wasalam që në fillim të organizimit të shoqërisë islame i udhëzon mëkëmësit e kësaj feje, udhëheqësit e kësaj feje, pushtetarët e muslimanëve që të ruhen fort nga padrejtësia. Sepse nëse i cënuar nga padrejtësia e pushtetarit ose në punësit, të lutet Zotit që të mori hak, haku do shkojnë në vend. Allahu do hakmerë. Mbaroj. Dhe kjo nuk o vetëm për në punësit, kjo për gjithë. Kjo është për gjithë. Për gjithë, për çdo lloj padrejtësie, cilën personi i cënuar nuk e doron, nuk e toleron dhe i drejtohet Allahut që të mori hak. Allahu e ka marrë përsipër këtë. Allahu e ka marrë përsipër këtë. Qoftë edhe personi i cënuar i pa fe, edhe i pa fe. Qoftë edhe vetë zullumqtar, zullumin e vet, padrejtësinë e vet, normal që do shkojnë në vend dhe mori Zoti hakun. Amon, qoftë një person, qoftë edhe me 5 vakte namaz. Ore, zëvend si pejgamberit alayhi salatu wasalam, Muadh ibn Jabal, edhe atij i ka thonë, brezi më i mirë nuk ka përjashtim asnjë, bon e padrejtësisë ta fali tjetri, ja kërkoj Zoti hakmarrë të hakmerët Allah, mbaroj. Njerëzit janë shumë përgjumur në këtë lidhje me padrejtësinë. Edhe pastaj bëjnë pyetjen, pse kemi mësuar kështu? Edhe bukur e kanë thonë dietarët që njeriu sa më shumë çuditet për ato që ndodhin, tregon që aq më shumë është tregueske që aq më shumë ky është ignorant i paditur në lidhje me fenë e Zotit. Mos sa më shumë çuditemi për dukuritë që ndodhin, aq më pak dituni kemi. Kjo lëndë është tipike, është e veçantë pikërisht për këtë. Nëse ti di lidhje shkak pasojë, nëse ti di sjelljen e Allahut me robërit e vet, në varësi të bindjes dhe mosbindjes atyre, nuk habitesh para asnjë gjë që no. Po mund të habitesh për durimin e Allahut, për mëshirën e Allahut, po jo për ato që ndodhin, që ne quajmë fatkeqësi. Kjo mund të habisi. Nëse është e qartë edhe kjo pikë. Ka dhe prapër sqaruar për këtë pikë. Bën pyetje i vllajon musliman para ca ditësh, duke përjetuar ngjarjet e kohës përgjithësi, e ngjarjet e Shqipërisë veçanti. Thotë si ka mundësi që pushtetarë mizorë që kemi ne, po vërtetohen për ditë padrejtësinat, tradhtinat, paftyrësinat, makutërit, pangopsit, dredhit, kurthet. Dhe ka njerëz që i mallkojnë, si nuk i zë mallkimi këto lloj qeveritarësh. Në vazhdim të bëjmë sosjarinë. E para punës tam, ndëshkimi i përshpejtuar në këtë botë, për të mëndit Zot, ka të bëjë me padrejtësinë dhe me keqtrajtimin e prindërve. Në përgjithësi. Po kjo s'do të thotë, flasim përgjithësi, ose dendur, ose ai që dominon. Po kjo s'do të thotë që patjetër këto ndëshkime do ndodhin në këtë dynjë, patjetër do ndodhin në këtë dynjë. Flas sidomos për padrejtësinë. Dhe do ndodhin më njëherë, sa ta bëj duon, sa ta mallkoj tjetrin, ose shpejt. Ç'do thotë kjo? Lutja nuk shkon kot, e sigurt. Ai që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë dhe s'ka dyshim në atë. Po s'do të thotë që të ndodhin patjetër në dynjë në moment që sa ta bëj atë mallkimin tjetrit, kur e ka me hak, kur e ka me drejt, ose shpejt. Sepse ka ndikues tjerë që ka mekanizma tjerë që i ka vu Allahut, dhe tek funit ai që i ve vulën është vullneti i Zotit. Për arsyet e veta,
që kanë lidhje me urtësinë, largpamësinë e Allahut dhe nuk ndodhin më një herë ose shpejt, ose ndoshta s'ndodhin fare në këtë një. Atëherë, shkaqet pse nuk ndodhin më një herë. Për shembull, morëm rastin më tipik për pushtetarin mizor. Pushtetarin mizor. Ndodh se dhe populli e mallkon, ose pjesë e popullatës e mallkojnë. Sepse Allahu shpesh, shumicën e ndërmuese të asë, pushtetarin mizor, e çon si ndërshkim të meritum për këtë popull, për atë popull. Domthon janë të pastru, janë të kryer dënimin e vet për Allahut nëpërmjet këtij pushtetari. Është një thënie e pejgamberit alayhis salatu wassalam që pushtetari mizor është shpata e hakmarrjes Allahut për një popull, në fund fare do hakmerret me atë vet. Jo se shpëton ai. Është sigurt që nuk shpëtoi. Nëse nuk e gjej gjom këtë botë, në botën tjetër, domethënë është edhe më i dhimbshëm ndëshkimi. Domthon është shumë i qartë ky, ka edhe thënie tjera, a pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ose thot Allahu, hadith kutsi, hadith i shenjtë, ballukët e pushtetarëve dhe sultanëve tuaj janë dorën time. Ço do ballukët? Domethënë i kapistra, i komandoj unë, i kam në dorë pushtetarët e juaj. Nëse ju më bindeni mua, unë i bëj ato mëshirë për ju. Dhe ja u zbres shiu natën dhe nuk ju shqetësoj, nuk ju trem edhe me bubullima, me gjymime, me rrofe. Qose më bindeni mua, pra shkaku për të qenë mirë ato është bindja jonë, përgjegjësia ndaj Zotit. Dhe nëse nuk më bindeni mua, unë i bëj ato ndëshkim për ju. Ndëshkim për ju. Është e qartë, ka edhe tjera. Për arsye pse nuk i zën. Dhe kjo nuk ndodh vetëm ky shpagim që vjen prej Allahut, nuk është vetëm me pushtetarët. Të ço Zoti një individ, një personi që ky është, domethënë i ka bërë zullum një fukaraj, një njeriu pa përkraj, pa mbështetje. Dhe kjo është edhe më e frikshme. Kur i bëhet padrejtësi, i çon këtij zullumqari ose këtij të fortit si përdoret sot, nga të fortit, i çon një të fort tjetër, llojet vet, që ja zi jetën, i thoj si ky ja kanë zi atij fukarajt, atij të mirët që s'ka pas përkraj. S'është hakmarrje vetëm me pushtetar, është edhe me individ, i personi zullumqari çon Allahu një tjetër, që merr hak për hatër të kujt, për hatër të atij dopti, atij pastreha atij që s'ka mbështetje. Ose nuk ndodh ndëshkimi, edhe pse është i premtuar, shpejt, ose ndoshta shpejt, sidomos shpejt, kur Allahu për mallin vet i ka fut një kurth, domethënë kurth në mënyrë figurative, pushtetarin me zor ose njeriu e keq që ta poshtorojë dhe ta përfundosi kështu gradualisht, pa e kuptuar i vet. Personi që ju ka bërë padrejti thosi s'pa e gjej gjë, ky ka bërë këtë, ka bërë atë. Ai nuk e din çfarë plani ka përgatitur Allahu për atë person. Sepse ndodh shpesh që një personi që është shumë zullumqar, nëse do ndodhte ndëshkimi i atij ose eliminimi i atij kur e dumne, mund të ketë pasoja. Allahu është largpamës, Allahu e din ç'është është më e mira për ne. Në vonesa e ndëshkimit pa drejtit, mbarësit pa drejtësi, zullumqarit, për arsye ose për shkak të largpamësisë Allahut, Allahu e din pse. Pse ja vonon ndëshkimin njërit apo tjetrit, apo një grupi njerëzish. Në edhe kjo, që ne jemi të shpirtarë shumë raste, edhe të historisë që rëzime, edhe të jetën tonë. Allahu e din që një zullumqar do bëj dikur tobe, do pendohet, do hyjë rrugë Zotit, dhe personit që ju ka bë padrejtësia, ose e bën Allahu që ky vet me dorën e vet, me vullnetin e vet, t'ia kthej hakun atij, ose ja kompensoj molli Zotit. Dhe shumë fish.
është edhe kjo. Flas për personat që këtu. Ka pas njerëz, historinë islame ka plot ngjarje të bukura. Kanë qenë kusar, kanë qenë kusar që pritnin rrugën karvane, i plaçkitin edhe kanë vrarë. Kanë bërë topi dhe bërë njerëz të mëj. Njerëz që kanë bërë vetë se mirë dhe akoma i gëzojnë musliman të mirë aty. Sot e kësaj dite, s'kemi kohë me thonë raste të tilla. Pra nuk është të thonë që duaja, lutja për hakmarrje drejt të Madhit Zot, e të cënurit dhe atij që ka bërë pa drejtësi të ndodhi, patjetër këtë njollë të ndodhi shpejt ose në çast. Po nga ligjet e të Madhit Zot, nga sjellja e të Madhit Zot, është që Allahu përmendit vetë, e cekëm pak më përpara, Allahu përmendit vetë zullumqarëve të padrejtëve i vënë mbi kokë, pra zullumqarë tjerë, pra si ndërshkim në këtë botë, i jep pushtet të padrejtit për të hakmarrë ndaj një të padrejti, ndaj një zullumqari tjetër. Allahu që thotë në Kur'an, bahet Kur'ani, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dhe kështu, pra është ligji jon, rregulli jon, thotë Imam Zot, që ca nga zullumqarët, ca nga të padrejtët morin pushtet, pra me dashjen e Zotit, kundër ose mbi ca zullumqarëve të tjerë, për shkak të asaj që ato kanë përftuar, pra për shkak të veprimeve që kanë bërë zullumqarët nën pushtetin e zullumqarëve. Si ndërshkim këtë botë, është lloj ndërshkimi për Allahut. Ky popull sot në Shqipëri që është rast i ndjeshëm, ne gjejmë për tjetër, po s'po sqarohen njerëzit për tjetër, normalisht nuk sqarohen. Lexojnë pa Kur'an, është praktikë Kur'ani, mësimet fetare, ka shenja të mira, po ka shenja të mira sepse kanë filluar ki pjesë e mirë shqiptarëve të rrëzohen shembën idhujt që i kanë qenë janë të qartë, idhujtarie e qartë, shqeto, po edhe idhujtarie që s'e kanë kuptuar më përpara, edhe pse kanë qenë musliman. Thjesht më mbështet ke krijesa, më shtetëm ke Amerika, më shtetëm ke Evropa, më shtetëm ke ky, më shtetëm ke ai, ja ku i ke. Më shtetëm ke ofertat, më shtetëm ke që quhen si ato programet e filon pushtetari ose filon partije, ose më shtetëm ke premtimet e njërit apo tjetër. Janë më shtet shqiptarë, çejpje, ky quhet shirk i fshehtë. Idhujtari e fshehtë. Po idhujtari është padrejtësia më e madhe që i bën Zoti. Mbështeti Allahut dhe puno vetë. Puno vetë ashtu siç duhet. Për fatin e madh që ne kanë filluar të shembëm të idhujt pa dukshëm. Po janë pa dukshëm, shumica të rasteve janë pa dukshëm, se kuptojnë njerëzit. Që po mbështeten ke hyjni të rreme. Se s'ka hyjnia vërtet vetëm një është. Kjo është gjë e mirë. Gjë e mirë tjetër çfarë është? Që çdo ditë më tepër, po del në paqe zgjidhja, nuk është as teknologjia, nuk janë as oratorit e njërit apo tjetrit, nuk janë programet e bukura, nuk janë ligjet të përsosura, po zgjidhja është këtë drejtësia që të zbatoj robën të ratë. Zgjidhja është këtë drejtësia që do mahet. Kjo është gjë shumë e mirë. Kjo përkon me atë që premton Allahu. Kjo përkon me atë që kush në shkohet? Pa drejtësia. E kund me kush është kjo smunja? Ilaçi, kur jemi drejtësia. Drejtësia do zbresi ka qielli, po ka zbret drejtësia ka qielli, është bëj qartë rruga. Po nga qielli ka zbret urdhri që njerëzit marrin drejtësi. Të janë bardhës drejt drejtësisë, luftojnë për drejtësi. Të janë pa thyeshëm në këtë rrugë. Është i qartë.
Dhe këto gjëra kanë fillu, elhamdulillah. Se sa nuk e dim, Zoti e din. Është shenjë mirë, po është shenjë mirë. Është dhuratë prej Zotit. Falënderojmë Allahun. Që po shembet i dhujtarie që pjesë e madhe e shqiptarëve. Dhe po vetë edhe më parë rëndësia e drejtësisë, e vetme zgjidhje, e vetme rrugdalje, e vetme rrugë që ndrejtë dhe përmison. Pra, kjo jetë Kurani hyn çdo lloj padrejtësie. Pamja e parë është hyn, pra, i japim pushtet ca mizorëve, ca të padrejtëve, kundër ca ose mbi ca të padrejtë tjerë për shkak të padrejtësisë që bën. Padrejtësia këtu në jetë Kurani i përfshin gjithë. Padrejtësia për robën vetës. E para padrejtësia me Zotin. Pastaj padrejtësia të marrëdhënie me njerëzit. Iku kjo. Padrejtësia e pushtetarit ndaj popullatës që kanë në udhëheqje, e kanë në pushtet. Padrejtësia e tregtarit që mashtron. Gjitha llojet e padrejtësive. Po ajo që domethënë ka kuptimin që dominon kjo ajet Kurani, siç kanë thënë dietarët, është padrejtësia e pushtetarëve ndaj popullatës. Ose aty kur themi pushtet, e kemi shpjeguar edhe herën tjetër, ka post pa pushtet. Ka pushtet pa post. Domethënë ato që njihen si grupe që komandojnë ose ndikojnë këtu kanë ose vende të tjera, që nuk kanë post në qeveri, po ama kanë pushtet ndaj kësaj qeverie, ndikojnë. Këto i bën njëri tjetrit, Allahu do i çojmë i godit me njëri tjetrin, me eliminu njëri tjetrin. Është si harriq për Zotit. Është si harriq për Zotit, kjo ajet Kurani. Në çdo kohë, sidomos kohën kur përhap padrejtësia, dhe është ngarrike. Ja Zoti i Hakut. Ja Rab. Atëherë çdo popullat e morë vesh këtë ajet Kurani. Këtë ligj Zotit, këtë kanun hyjnor, këtë lidhje shkak pasojë. Mos boj zullum tjetrit, qofsh në post, qofsh pa post. Sepse Allahu do të vë sipër kokës një zullumqtar më të fortë se ty, më të egër se ty, që do ta pagush, do ta shpagush, do ta lash. Atëherë zgjidhja është në dy fjalë: doni o popull shqiptar, o popull arab, po çfarë do lloj populli në botë. Doni të shpëtoni dhe shironi nga padrejtësia, nga zullumi i pushtetarëve, i të fortëve, i faraonëve. Marrni drejtësi me Zotin, marrni drejtësi me njëri tjetrin, mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Kjo është zgjidhja, kjo është. Të dënoj me votë, thot ai, jo mërti. Çka lënë me votën, i panë puna votave. Edhe ky ishte një idhull. Kush u pa dhe që është bo me votën. Blihen, edhe s'kanë vlerë fare, shumicën e rasteve. Jo. Unë, e para punës, nuk kam për qëllim thjesht me dënu rob, inshallah bën gjithë mirë. Unë du që unë mos dënohem. Unë mos i bëj padrejtësi, mos i hym hak as Zotit as robit. Edhe kemi thonë që, ka thonë dietarët e unë, çdo dukuri, sidomos ato që janë acaruese, që janë paraveluese, që janë të dhimbshme, janë mesazhe të forta për Allahut që kthehu. Në rastin konkret, pushtetar mizor, me fron ose pa fron, forcë dhun që e kanë pa drejtit, do me shpëtu, o popull shqiptar, o të gjithë, zgjidhja është mos i bë pa drejtësi as vetes, as me Zotin ose jo, as kujt. As kujt. Edhe atij që të ka bë pa drejtësi. Dënoje, po ke forcë, ipi hakun e vet, të pa drejtit, po mo ti pa besë, i pa drejt, edhe me të pa besë, edhe me të pa drejtin mos u tërgo, se kemi ndaluar me fe. Kështu ka thënë profeti alayhis salam, jini besnik, mos tradhtoni asnjë, edhe nëse ju tradhtojnë tjerët. Edhe nëse ju tradhtojnë tjerët. S'ka fe më të bukur, më të përçosur, më të drejtë, nuk ka. Po do më shpëtu nga padrejtësia, nga mizorët, nga padrejtët, ktheu drejtësisë. Mësoje herë drejtësi. Përpiqu të jesh vetë i tillë. Përpiqu ta marrësh me njerëzit, ti nxjidhësh, ti ftosh njerëzit. Kjo është zgjidhja. Kjo është zgjidhja për gjithçka. Dhe ka thonë profeti alayhis salatu wassalam, sepse ka kom gjuhë kështu këtu kene, se bëjnë atë
bëjnë atë mëshirshmi ose njeriu në nal, njeriu në moll me këto analistat ose politikanë. Që unë jam dakord me atë që si tjetë populli është qeveria, ja kjo ligj hyjnor. Kom gjuhë. Edhe pse kanë qenë pozitiv në qëndrimet e veta, po këto i hyn hak Zotit, kjo ligj i Zotit. Nuk jam dakord me atë që si tjetë popullata, se duhen me marr vota, duhen me qenë mirë ke njerëzit, edhe thonë këtë fjalë që ju jeni popull i mirë gjithë 100%, po elvia 100%. Shiko sa vina për xhamia. Shiko sa drejt janë kur hyn post vet ose kapin karrikën vet. Kemi nju kaq vite që kanë fol për drejtësinë, kanë qortu ose kanë fol ashpër për ato që kanë qenë pushtet. Kanë hyrë karrikë vet, kanë bërë pa drejtësi. Jo, ato ajete Kur'anit që tham, ato që ka thonë Allahu lidhe me pushtetarët që janë merituar me popullatës, ato që edhe profeti alayhis salatu wassalam, kema takunu yualla aleikum. Si t'jeni, ju vehet mbi, pra mbi kokë. Zgjidhja është ktheu ke rruga e Zotit, dhe rruga e Zotit është drejtësia vet, bëhu i drejtë, dhe të gjitha ato që sot duken të fortë, të bëjmë hije pluhun dhe të provohen për të mëllit Zot. Pa ama, kur ne të bëjmë detyrën tonë, kur ne të kthehemi siç duhet rrugës Zotit. Elos Allahun, do mësoj atë që së dim dhe na shtoj dituninë, ta jap dobi nga ditunia që na dhuron, dhe na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi, dhe të na ruaj nga ajo lloj zemre që nuk bindet për mallnit ti, nga uni që s'ngopet, nga veprat për të cilave nuk kënaqet dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Amin. Allahu na mëshiroft sipër tokës, poshtë tokës, dhe ditën që krejt para mallnisë ti do dalim prej tokës. Allahu na bashkoft vetëm për punë të mira dhe me njerëz të mirë. Në këtë bollën tjetër. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.